Remzi Hoxha ishte një biznesmen shqiptar nga Suhareka e Kosovës, i lindur më 15 janar 1948. Ishte një njeri i thjesht, i njohur për aktivitetin e tij tregtar dhe fetar. Në fillim të viteve 90, Remziu kishte vendosur të zgjeronte aktivitetin e tij biznesor edhe në Shqipëri. Ai ishte një besimtar musliman i devotshëm, me lidhje të afërta me komunitetin dhe me figura që merreshin me predikimin fetar dhe përhapjen e islamit në Kosovë. Por pas vitit 1992, jeta e tij ndryshoi përfundimisht, dhe kjo jo për shkak të biznesit. Ai filloi të dyshohej nga strukturat e shërbimeve sekrete shqiptare se kishte informacion që mund të rrezikonte figura të larta të shtetit shqiptar. Këtu nis dhe një nga ngjarjet më të errëta dhe më të mbuluara me mister të historisë së pas 90-s në Shqipëri. Rrëmbimi, torturimi dhe zhdukja e Remzi Hoxhës nga njerëz të lidhur me shërbimin informativ kombëtar. Më 21 tetor 1995, në qytetin e Durrësit, Remzi Hoxha ndodhej në një nga mjediset e biznesit të tij. Aty pranë ishte edhe bashkëpunëtori i tij, Hetem Meta, gjithashtu nga Kosova. Në të njëjtën kohë ndodhej edhe një person tjetër, Avni Haziri, të tre u rrëmbyen në mënyrë të dhunshme, në mes të ditës, nga personat armatosur civil. Nuk kishte asnjë urdhër arresti, asnjë dokument ligjor. Më vonë u mësua se ata persona ishin pjesë e strukturave të shikut shqiptar të asaj kohe. Institucioni që pas vitit 1991 mori vendin e famkeqit sigurimi i shtetit. Remzi Hoxha nuk u pa më i gjallë. Ai u zhduk. Fillimisht familja e tij e kërkoi nëpër komisariate, spitale dhe burgje. Askush nuk jepte informacion. Asnjë institucion nuk pranonte se e kishte ndaluar. Heshtje totale. Por ndërkohë, në fshehtësi, në një vilë në zonën e Lezhës, e përdorur nga shik për internime të posaçme, Remzi Hoxha ishte duke u torturuar deri në vdekje. Vila ndodhej në fshatin Katundi Vjetër, pranë qytetit të Lezhës. Sipas dëshmive të mëvonshme dhe provave të mbledhura në procese gjyqësore, Remziu u torturua për ditë të tëra. Trupi i tij nuk u gjet kurrë. Hetem Meta dhe Avni Haziri, ndryshe nga Remziu, mbjetuan. Ata u liruan pas disa ditësh dhe u larguan menjëherë nga Shqipëria, për në Kosovë dhe më vonë në vende të tjera, ku kërkuan azil dhe mbrojtje. Pas një periudhe të gjatë heshtjeje, të dy dëshmuan në mënyrë të detajuar për atë që kishin përjetuar. Dëshmitë e tyre ishin tronditëse. Ata treguan se ishin torturuar, poshtëruar, kërcënuar me vdekje dhe të detyruar të firmosnin deklarata të rreme. Ata konfirmuan se Remzi Hoxha ishte rrahur barbarisht, dhe se pas disa ditësh tortur nuk i jepte më shenja jete. Pyetja që lind menjëherë është: pse u mor në shënjestë Remzi Hoxha? Sipas shumë burimeve të besueshme, përfshir investigime, gazetari dhe dëshmi të bashkohësve, Remzi Hoxha kishte dieni për një takim shumë të ndjeshëm që ishte zhvilluar në vitin 1993 në Shkup. Takimi kishte ndodhur mes presidentit të atëhershëm të Shqipërisë Sali Berisha dhe presidentit serb Slobodan Milošević. Ky takim, nëse do të vërtetohej publikisht, do të ishte një tronditje politike për opinionin shqiptar, pasi në atë kohë Shqipëria zyrtare shfaqej si mbështetëse e Kosovës dhe të drejtave të shqiptarëve në ish Jugosllavi. Remzi Hoxha dyshoi se kishte filmuar atë takim, ose të paktën kishte dieni të drejtë për të. Dhe ky dyshim, sipas shumë studiuesve dhe investiguesve, u kthye në urdhër për ta zhdukur. Për vite me radhë, familja e Remzi Hoxhës dhe në veçanti djali i tij Ardiani kërkoi me ngulm drejtësi. Ata organizuan protesta, takime me politikanë, kërkime private, përkthime dokumentesh, por nuk arritën të merrnin një përgjigje zyrtare nga autoritetet shqiptare. Në vitin 2008, Prokuroria e Lezhës ngriti një padi penale për rrëmbim me pasojë vdekje ndaj disa prej autorëve të dyshuar. Dy emrat kryesorë që dolën në hetim ishin Ilir Kumbaro dhe Arben Sevgjini, të dy ish zyrtar të shikut. Më vonë u përfshi dhe emri i një ish agjenti tjetër, Agron Disha, por gjyqi u zvarrit për vite dhe dënimet ishin të pakta.
Ilir Kumbaru ishte një nga drejtuesit operativ të Shikut në atë kohë. Ai u arratis drejt Britanisë së Madhe dhe u shpall në kërkim ndërkombëtar. Shqipëria kërkoi ekstradimin e tij, por më vonë procedurat u ndalën. Në një moment të caktuar, Kumbaru u zhduk nga adresa ku ndodhej në mbikëqyrje dhe u raportua se kishte ndërruar identitet. Edhe Arben Sevgjini u hetua, por më vonë përfitoi nga afatet ligjore dhe nuk u mbajt përgjegjës penalisht. Agron Disha ndërkohë kishte ndërruar jetë para se të shkonte në gjyq. Në fund, vetëm një person, një shofer i Shikut, u dënua me disa vite burg, por për rrëmbim, jo për vrasje. Trupi i Remzi Hoxhës nuk u gjet kurrë, dhe kështu drejtësia mbeti formale. Organizata të njohura si Human Rights Watch, komuniteti shqiptar i Helsinkit dhe Amnesty International kanë bërë thirrje të vazhdueshme për zbardhjen e plotë të çështjes. Ata kanë kritikuar institucionet shqiptare për mungesë vullneti, për mos bashkëpunim dhe për pengesa të qëllimshme ndaj hetimeve. Çështja është përmendur dhe në raportet ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit në Ballkanin Perëndimor. Ajo është një nga shumë dosjet e pazgjidhura që mbajnë gjurmët e krimeve shtetërore të mbuluara me heshtje. Familja e Remzi Hoxhës, pavarësisht të gjithë shkaje, nuk u ndal. Ardian Hoxha, djali i tij, ka folur shpesh në media, ka denoncuar publikisht emrat e përfshirë dhe ka kërkuar gërmimin e disa zonave në Lezhë ku dyshohet se mund të jetë varrosur babai i tij. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ai ka deklaruar se nuk kërkon hakmarrje, por vetëm të di se ku ndodhet trupi i teatit, për ta varrosur me dinjitet. Nga ana tjetër, politika shqiptare ka heshtur. Asnjë president, asnjë kryeministër dhe asnjë drejtues i lartë shteti nuk ka kërkuar ndjesë apo nuk ka iniciuar një hetim të vërtetë. Çështja e Remzi Hoxha është bërë simboli i padukshmërisë së shtetit shqiptar për krimet e veta. Ajo tregon se edhe në demokraci, strukturat e errta të dhunës dhe manipulimit vazhduan të funksionojnë. Nuk është e rastësishme që shumë figure të Shikut të viteve 90 kanë përfunduar në poste të larta shtetërore në dekadat e mëvonshme. Historia e Remzi Hoxhës nuk është vetëm histori e një rrëmbimi, është histori e një krimi shtetëror, e një heshtje të organizuar dhe e një shoqërie që nuk ka guxuar të përballet me të shkuarën. Ajo është një plagë që nuk është mbyllur, një dëshmi se në këtë vend, edhe pas rënies së komunizmit, dhuna e pushtetit vazhdoi të jetë mbi ligjin. Rasti i Remzi Hoxhës është thirrje për drejtësi, dhe derisa të zbardhet e vërteta, ai do të vazhdojë të jetë një simbol i atyre që u zhdukën në errësirë, vetëm sepse dinin shumë.